Sot shënohet 8 marsi dita ndërkombëtare e gruas. Në disa vende është përzgjedhur të festohet e në disa të protestohet për nivelin dhe pozitën në të cilën ende nuk ka arritur ta ketë gruaja në shoqëri dhe për të drejtat e pafituara. Edhe në vendin tonë kjo datë shënuese kaloi me një, siç e quajtën organizatorët, bojkot të kësaj feste, përmes një marshi që organizuan organizata civile. Ndërkohë personat udhëheqës në shtet uruan gratë në këtë datë dhe shprehën mirënjohje për kontributin e tyre në shoqëri. Zëvendës Ministria e Transportit Kaltrina Zekolli porositi gratë që të mos dorëzohen, të kenë besim tek vetja dhe të ja zgjasin dorën njëra tjetrës për të arritur barabartësi në shoqëri. E dim që rrugtimi i grave, sidomos në këto profesione të cilat janë të njohura më shumë dhe janë të servuara ose llogaritën sikur janë të dominuara nga burrat, nuk është e lehtë. Edhe në karrierën time personale, siç do grua tjetër, kam hasur në shumë padrejtësi ose në momente ku kam dyshuar në aftësitë e mia, por kjo nuk më ka tërhequr nga ambicet e mia dhe nga lufta për të arritur sa më lart dhe sa më shumë. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, në fjalimin e saj në seancën kushtuar 8 marsit në Kuvent, gratë i përshkroi si poezi e vërtet në mes të dramës njerëzore. Ne femrat jemi edhe krijesa të ndjeshme edhe të forta. Ne jetojmë mesatarisht më gjatë se burrat, jo rastësisht. Forca jon vjen nga roli ynë i nënës, intuita, inteligjenca emocionale, empatia, altruizmi, palodhshmëria, këmbgulja, përkushtimi, guximi dhe paqja. Ndërkaq kryeparlamentarja Afrim Gashi, duke folur për arritjet e gjinisë femrore dhe rolin e rëndësishëm të tyre, tha se të gjitha palët e tanguara duhet të bëjnë më shumë për mbrojtjen dhe arritjet e grave. Përtej faktit që kemi ligje për mbrojtje nga diskriminimi, gratë ende përballen me diskriminimin dhe paragjykimin në tregun e punës, arsimit, shkencës e kulturës. Përtej faktit që flasim për familje të shëndosh, ende lëm shumë për të dëshiruar që ta vlerësojmë nënën si protagoniste e familjes dhe bërtham e celulës së shoqërisë. Po ashtu për të ligjeve për mbrojtjen nga dhuna në familje, ende çdo ditë dëgjojmë për tragjedi dhe viktima dhune. E gjatë një ngjarje në Sveti Nikol, edhe kryeministri Kristian Mickoski uroi ditën ndërkombëtare të gruas. Како што доликува, ќе ми дозволите да го честитам празникот 8 март. Да посакам искрени желби за среќа за сите оние дами кои што денеска ќе го прослават овој ден и наистина овие моменти се многу важни кога во рамките на кругот на најблиските, во рамките на семејствата ќе може да го прославиме овој ден. Zëvendës kryeministri Zet Megjidi uroi të gjitha gratë për, siç u shpreh, arritjet e tyre në luftën për barazi gjinore. 8 marsi, shtoi ai, nuk është thjesht një datë simbolike, por një dëshmi e progresit që gratë kanë bërë duke thyer paragjykime dhe duke sfiduar diskriminimin shekullor. E këtë ditë uruan edhe përfaqësuesit e partive të tjera në vend.